Zjarfiksit janë të parët që kontaktohen në rast të shpërthimit të ndonjë zjarri, aksident komunikacioni apo fatkeqësi të tjera natyrore. Prezenca e tyre në këto raste është vendimtare për të shpëtuar jetë njerëzish dhe të mirat materiale të familjeve. Por zjarfiksit që vlerësohen si heronj të shoqërisë janë të harruar nga shteti i Kosovës. Pa status të definuar me kushte teje të vështira të punës e pa sigurime shëndetësore, këta heronj vazhdojnë të jenë në shërbim të qytetarëve e në balë të luftës me zjarrin. Janë bërë mbi 10 vite prej kur shërbimi i zjarfikjes dhe shpëtimit ka kaluar nga niveli lokal në menaxhim të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Megjithatë, pagat zjarfiksit vazhdojnë t'i marrin ende nga komunat. Kjo ka ndikuar që zjarfiksit të mos e kenë një adresë të saktë se ku do t'i drejtojnë kërkesat dhe kujt t'i kërkojnë llogari, pasi nga përgjegjësia ikin si komunat ashtu edhe Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Behar Shala, për 22 vite, është pjesë e brigadës së zjarfiksve të Prishtinës. Shala aktualisht mban pozitën e zëvendësit të udhëhecit të ndrrimit. Ai thotë se zjarfiksit janë të harruar nga institucionet e Kosovës, pasi askush nuk merret me përmirësimin e kushteve të tyre të punës. Po llogaritë vetë që na gati si për në harris. Domthonë ne përmendemi vetëm kur kemi intervenime, në raste të tjera pak e hiç përmendëm, kurse ne ekzistojmë 24 orë domthonë këtë objekt jemi në çdo kund që ka stacion nëpër komuna domthonë të Kosovës, domthonë zjarfiksi kujdestron 24 orë pa dallim feste, pa dallim domthonë kohë ose kohën e pandemisë, veç që gati po të zotë e kalojmë. Kështu që gjithmonë zjarfiksi është në shërbim të popullit aty ku ka nevojë edhe aty ku kërkohet nevoja e jonë për një ndihmë ndihmë. Kritika për institucionet që për kaq shumë vite nuk i kanë dhënë zgjidhje statusit të zjarfikësve, ka dhe Latif Zeka, komandant i brigadës së zjarfikësve të Prishtinës. Kjo sipas tij ka ndikuar që kërkesat e zjarfikësve të mbesin të parealizuara dhe të mos ketë investime për të përmirësuar kushtet e punës për zjarfikësit. Po, është problemi, veç po bëhet 10 vjet që është problemi i statusit të zjarfikësve në përgjithësi krejt Kosovën. Faktikisht jemi punëtor të Ministrisë së Punëve të Brendshme, realisht investimet dhe rrogat e të gjitha harxhimet tjera i kemi pe komunës. Shumë është një problem i madh, po unë shpresoj çdo herë ku më shpresoj që do të zgjidhet. Problemi është statusi se nuk din njëri ka e bën kërkesën apo në agjencion apo nëpër komuna. Për problemet e zjarfikësve që kanë ardhur si pasojë e mospasjes së një punëdhënësi të vetëm, flet edhe Muharrem Beka nga shoqata e zjarfikësve të Kosovës. Sipas tij, zjarfikësit kanë mbetur në një gjendje të pakuptimt në mes të nivelit lokal dhe atij qendror. Problemi i shërbimit të zjarfikësit dhe shpëtimit vazhdon në një periudhë bukur gjatë. Janë probleme të akumuluara me vite dhe fatkeqësisht edhe ky fillim vit shërbimin e zjarfikësit dhe shpëtimit përgjen me me të njëjtat probleme. Problemi kryesor është mos definimi i statusit juridik, mos definimi i kompetencave menaxhuese dhe aty tash ngërthejnë edhe çështje tjera si planifikimi i buxhetit që zjarfikësat janë pa buxhet, pa vijë buxhetore të planifikuar. Jemi me as me Ministrinë e Punëve të Brendshme, as me komunë. Domthonë zjarfikësat nuk e kanë një përkujdesje institucionale, një punëdhënës i cili përkujdeset dhe angazhohet që t'i kryen obligimet sipas edhe aktemërimit ose kontratet punës edhe sipas ligjeve në fuqi. Këto janë probleme që janë krijuar mes, po them, pushtetit lokal dhe nivelit qendror, një dualizëm, një gjendje pa kuptim dhe të gjitha këto bijnë në kurrez të zjarfikësve. Domthonë, pa investime në këtë shërbim, pa edhe çaj për këtë çështje, edhe të pajisjeve, edhe të ruajtjes së shëndetit punësorëve, domthonë mos aplikimi i ligjeve në fuqi. Nuk kemi me as shërbim civil as punonjës publik.
Këto janë problemet kryesore. Zyrtarët nga Ministria e Punëve të Brendshme, përkundër insistimit të hulumtuesve të emisionit, nuk kanë kthyer përgjigje se si do të adresohet problemi i statusit të zjarfikësve. Nëse do të rregullohet statusi i zjarfikësve, kjo mbetet të shihet në kuadër të plotësim ndryshimit të ligjit për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent, të cilin Ministria e Punëve të Brendshme e ka parapar në agjendën legjislative për këtë vit. Komentet në këtë projekt ligj mund të dërgohen në kuvend deri më 31 mars 2022. Nga Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave thonë se pikërisht përmes këtij plotësim ndryshimit të ligjit do të marrë fund edhe çështja e statusit të zjarfikësve, ku përfundimisht të gjitha kompetencat për zjarfikësit do të kalojnë tek agjencia. Neve nga viti kaluar kemi nisë iniciativën me Ministrinë e Punëve të Brendshme me grupin punues ndërinstitucional që këtë çështje të adresojë një herë e mirë. Rrjedhimisht edhe në fund të vitit kaluar, ligji për Agjencinë e Menaxhimit Emergjent në procesin e plotësim ndryshimit e ka parapo decidivisht që pjesëtarët e njësive profesionale zjarfikës së shpëtimit të janë zyrtarë të Agjencisë Menaxhimit Emergjent. Dhe ky ndryshim besoj se do të adresoj qartazi statusin e zjarfikësve, shpëtues dhe do të marrë udhën e marrë edhe zgjidhja e shumë ndoshta shqetësime, të cilët ato i kanë pas deri më sot dhe vazhdojnë t'i kenë ende sot e kësaj dite. Aktualisht komunat e Kosovës kanë nën kompetencë buxhetin për pagat të zjarfikësve. Ky buxhet po synohet të bartet tek Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, përmes plotësim ndryshimit të ligjit për financat e pushtetit lokal. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, thotë se për derisa të gjitha kompetencat menaxhuese janë tek Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave, edhe çështja e buxhetit duhet kaloj tek kjo agjenci. Çështja e zjarfikësave është një problematikë e cila është diskutuar me shumë vite dhe në fund kemi konkluduar që edhe aspekti financiar, e cila është kushtimisht si përgjegjësi e komunave, e cila është e dekoncentruar nga niveli qendror, të mirë dhe të bartet te Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave. Kompetenca e saj përket menaxhimit të zjarfikësve në Kosovë është ekskluzivisht e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave dhe neve besojmë që shumë shpejt edhe çështja e pagave, e cila është kushtimisht si kompetencë e komunave, të bartet në nivelin qendror dhe që komunat më të lirohen edhe nga kjo përgjegjësi kushtimisht edhe pse nga aspekti procedural është shumë thjesht të bartet në nivelin qendror. Neve si asociacion, kur është centralizuar kompetenca, ka disa vite, kemi kërkuar që edhe mjetet financiare të barten në nivel qendror, kështu që komunat të lirohen nga ky obligim. Sepse nëse nuk e ki kompetencën, atëherë edhe mjetet financiare nuk ka nevojë të barten te buxheti i komunave. Statusi i zjarfikësve të Kosovës do të trajtohet në kuadër të plotësim ndryshimit të ligjit për Agjencinë e Menaxhimit të Emergjencave, thonë anëtarët e Komisionit për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes në Kuvendin e Kosovës. Ata thonë se këtë çështje do ta trajtojnë me prioritet dhe se do të angazhohen që zjarfikësit më në fund të kenë një status të definuar. Deputeti i mazhorancës Enver Dugolli thotë se janë në dijeni për vështirësitë që i kanë zjarfikësit për shkak të mosdefinimit të statusit të tyre. Sipas tij, përmes ndryshimeve ligjore, pritet që të gjitha kompetencat për zjarfikësit t'i kalojnë Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave. Një ndër kategoritë, si të them, më trajtuara keqe edhe sa i përket edhe pagesa, por edhe kushteve të punës, edhe ne si grup parlamentar, po edhe kur ishim në opozitë, kemi thënë se kjo kategori meriton dhe duhet të rregullohet me ligj, prandaj jemi në pritje të ligjit që do të vijë nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe sipas agjendës legjislative pritet që deri në fund të muajit mars të na vijë ligji që parasheh plotësim ndryshimin e ligjit për Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave, në të cilin ligj do të trajtohen edhe çështja e zjarfikësve, kushtet e punës, pastaj edhe
edhe pagesat, por edhe trajnimet, edhe gjitha që lidhen me këtë kategori. Besoj shumë se në këtë ligj do të rregullojmë infrastrukturën ligjore një herë mirë dhe zjarrfiksit nuk do të përballen më me këtë dualizëm të saj përket përgjegjësive, për shkak se vërtet është e pakuptimt që një pjesa e pagave, siç e thatë, trajtohet nga komuna, ndërsa gjithashtu edhe rekrutimi, një pjesë e përgjegjësive nga Agjencia për Emergjenca, kështu që ne po synojmë që ta centralizojmë këtë shërbim, sepse konsiderojmë se kështu siç është nuk mund të funksionon dhe është jashtë parametrave të normales. Deputeti nga radhët e shumicës parlamentare shprehet i bindur se gjatë këtij viti do të marrë epilog çështja e statusit të zjarrfiksëve. Mendoj që gjatë këtij viti veç do të përmbyllet kjo nisma për plotësim ndryshimin, sepse thash do të vijë deri mas lartë deri në fund të marsit dhe pastaj në kuvend ato procedurat që janë procedurat normale të trajtimit ligjeve. Edhe besoj që deri ka gjysma e këtij viti do ta kemi produktin final edhe ligjin, plotësim ndryshimin e ligjit, i cili do të rregullon një herë mirë edhe çështjen e zjarrfiksëve. Edhe deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Rashid Çalaj, pjesë e Komisionit për Çështje të Sigurisë dhe Mbrojtjes, thotë se është tejet e domosdoshme që të zgjidhet statusi i zjarrfiksëve për të pasur një adresë të vetme e cila do të zgjidh problemet e tyre. Realisht kur flasim për zjarrfiksit, megjithëse ata kanë mbet në një sistem, mund të them, një dualizëm në mes të pushtetit lokale dhe pushtetit qendror, dhe pengon shumë punën normale të zjarrfiksëve në këtë vend, për shkak se ata të gjitha nevojat që i kanë problem si kujna me adresu, shpeshherë i adresohen AMI-s, konkretisht Ministrisë Brendshme, në disa raste edhe kuvendeve komunale dhe marrin përgjigje shpesh që nuk është kompetencë jona, qoftë prej AMI-s apo qoftë prej nivelit lokal, dhe unë konsideroj që është një ndër çështjet kryesore që duhet të adresu dhe zjarrfiksët me pas një adresë të vetme të komunikimit zyrtar, por një adresë të vetme se kush i mbulon ata, në mënyrë që të kemi edhe një punë më të mirë zjarrfiksëve dhe kushte më të mira. Të domosdoshme zgjidhjen e statusit të zjarrfiksëve e sheh edhe njohësi i çështjeve emergjente Tahir Ahmeti. Kjo gjendje hibride apo e përzierë e këtyre zjarrfiksëve e statusit të tyre e vështirëson mjaft shumë si në aspektin e adresimit të kërkesave të tyre, si në aspektin e trajnimeve të tyre, si në aspektin e logjistikës të tyre dhe duhet që të gjendet një zgjidhje qoftë me centralizim apo me decentralizim të plot, në mënyrë që edhe këta të kanë një adresë që të dinë, punëtorët të ku janë të dinë ku t'i adresojnë problemet e tyre. Përveç statusit, shërbimet e zjarrfiksëve dhe shpëtimit po përballen edhe me probleme të tjera, siç është numri i vogël i zjarrfiksëve dhe mosha e shtyrë e tyre. Në bazë të rregullores për strukturën organizative të njësive profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit, është paraparë që caktimi i numrit të zjarrfiksëve në njësitë profesionale të zjarrfikjes dhe shpëtimit mund të bëhet edhe sipas numrit të banorëve dhe atë për çdo 1500 banor, së paku që të ketë një zjarrfikës profesional. Mirë po kjo rregullore nuk po zgjen zbatim në praktikë. Aktualisht në Kosovë janë 792 zjarrfikës, numër ky që po vlerësohet se është i pamjaftueshëm. Për të arritur numri i nevojshëm, sipas rregullores, duhet punësohen edhe 400 zjarrfikës. Përfaqësuesi i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave thotë se janë të vetëdijshëm që ky numër i zjarrfiksëve është i pamjaftueshëm për të garantuar siguri për qytetarët, por që arsyetohet se edhe tek kapacitetet e zjarrfiksëve ka ndikuar mosdefinimi i kompetencave me nivelin lokal. Te numri total i zjarrfiksëve shpëtues në nivel republike tani është rreth 800. Me thonë saktësisht shifrën e fundit, cilën e mora sot para një ore, do të thotë 792 zjarrfiksë shpëtues janë gjitha komunat e Kosovës, që është numri me garancë është i pamjaftueshëm. Edhe gjithashtu e përmena një standard ose normë e cila është e aplikueshme në vendet e zhvilluar, që i bie një zjarrfiks në 1500 banor
të vendit, tek neve do të thonte, një numër kogja ma i ma se a i që është sot, por si pas për llogaritjeve dhe vlerësimit të rrezikshmërisë nivel vendi, nga ky aspekt, ne konsiderojmë se kapaciteti zjarfikës të shpëtimit minimumi i mungojnë edhe 400 zjarfiks shpëtues profesional. Brigada e zjarfiksëve të Prishtinës, përveç kryeqytetit, mbulon edhe 3 komuna të tjera, Fushkosovën, Obiliqin dhe Graçanicën. Të gjitha këto komuna mbulohen me vetëm 99 zjarfikës. Në këtë brigadë janë 22 vende të lira për zjarfikës, por që konkursi i fundit për pranim të tyre është hapur qysh para 18 viteve. Këto është problem që nuk mujnë me pranu punëtor të ri. Këtu i kemi 22 vena të lirë, edhe ende su hapë konkursi, nuk po mujnë mu marrë vesh ose mund të kërduan mes Agjencionit Menaxhimit e Emergjent Kodër, Ministrisë Punëve të Mëshme edhe komunës, se kush me hapë konkursin. Edhe kjo është një problem, që këtë vetë 5 kemi me shku në penzion, nuk u parapat pranohet asnjë punëtor i ri. Veç 18 vjetë asnjë punëtor i ri nuk ka ardhur te ne. Një problem shumë i madh. Pse po them është një problem i madh? Vetëm Prishtina, se Prishtinë duhet i ketë 150 zjarfiksa, por na i mbulojmë edhe 3 komuna tjera, por pos Prishtinën. E mbulojmë Obiliqin, Fushkosovën dhe Graçanicën. Behar Shala, zëvendës i udhëhecit të ndrrimit në brigadën e zjarfiksëve në Prishtinë, tregon për vështirësitë që i hasin gjatë një intervenimi për shkak të numrit të vogël të zjarfiksëve. Në radhë po është numri shumë i vogël, domethënë që operojmë. Mos thon për kokë banori, po në shtat për këtë mos të madhe që na vetë si kryeqytet ballafaqohemi me këto probleme, domethënë ditore, qoftë aksidente, qoftë zjarre, është e pamundshme na me pas mundësi, domethënë me i dhënë ndihmë nëse na shfaqen 2 apo 3 intervenime të natyrës ndryshme, një poligjik për arsye që jemi numër shumë i pakt. Domethënë kjo është problemi kryesor i pori. Ka raste që do të më shku në intervenim në zjarfiks edhe në vozit. Ndoshta do të edhe me lanë me një pjesë ku nuk kënë, ku është zjarre fushore malore, edhe do të më shku një zjarfiks vetëm për arsye që te autometi do të më nejtë 1% mos mu dëmtu diçka ose mos me prik dikush në sen. Gjendje më e keqe sipas Muharrem Bekës nga shoqata e zjarfiksëve të Kosovës është në komunat më të vogla ku veprojnë edhe me nga 2 e 3 zjarfikës. Ai ngre alarmin se me mos pranimin e kuadrove të reja të zjarfiksëve, por rrezikohet jeta e vetë qytetarëve të Kosovës. Nëse nuk intervenohet në kuadra të reja dhe në kapacitete tjera teknike, është vështirë që zjarfikësit të kryejnë misionin vetë shpëtimin e jetës njerëzit dhe të mira materiale dhe për çka janë themelu. Domthonë, në këtë formë kështu nuk e arsiton themelimin. Zjarfikësat janë shpëtimtar e vetë të rrezikuar, nuk ka asfalt logjike. Mandej, me një forcë si që janë tash, është vështirë me i dalë thamë kështu, është vështirë që t'i përmbushin obligimet që kanë. Qytetari në momentin që i thirë zjarfiksat janë të obliguar shtetin në këtë rast, të ofroj siguri edhe në çështjen e gatishmërisë të tragimit që sa më shpejt të mrinë në vendin e ngjarjes. Kjo është thashë më herët, X komuna i kanë ka 2 ose 3 zjarfiksa në një ndrem. Pashtrohet pyetja çfarë force për mbrojtje dhe shpëtim janë 3 persona. Kur aty është një ndrimi, është një vozic, edhe një sulmus. Nëse vyn ose nëse ju duhet një mbështetje, atëherë nuk ka vozic tjetër në ndrem, do të policia me kthy zjarfiksin në stacion me marrë një automet tjetër me dërgu. Kjo është jashtë çdo kriteri dhe norme normatik, nuk guxon kjo me ndodh. Kjo fatkeqësisht ndodh në shërbimet zjarfikëse dhe shpëtimi në Kosovë. Për shkak të numrit të vogël të zjarfiksëve nëpër komuna, Sazan Ibrahimi, drejtor i Asociacionit Komunave të Kosovës, thotë se në shumë raste komunat i dalin në ndihmë njëra tjetrës. Ibrahimi e vlerëson si shqetësues numrin e vogël të zjarfiksëve nëpër komunat e Kosovës. Kemi pas zjarre në komunën e Suarekës apo në komunat të Juniku, aty të Deçani,
edhe janë mbledhur kryetarët dhe kanë bashkëpunuar në mënyrë që të zgjidhet problemi. Në këto situata kryetarët nuk shikojnë se ku është duke ndodhur zjarri apo jo fatkeqësi natyrore, mirë po me angazhimet e tyre dhe me stafin e tyre mundohen të ndihmojnë kolegëve të tyre në të mjet të qytetarit. Është brengje e jashtëzakonshme, numri i vogël apo minimal i zjarfikësve, sepse po shihet që në disa raste gjatë verrave sidomos po kemi zjarrvanje dhe duhet të mobilizojmë gjitha resurset në mënyrë që të parandalohen këto fatkeqësi. Mirë po kemi pas edhe vitin e kaluar, kemi pas edhe rreshje të mëdha, ku kemi pas edhe në disa komuna përmbytje, kështu që është kompetencë edhe Agjencisë të Menaxhimit për Emergjenca të mirët edhe me këto situata, po tash në përgjithësi edhe sindikata po vlerëson që numri është minimal i zjarfikësve dhe që numri i tyre duhet të shtohet në mënyrë që të përballemi në mënyrë të dinjitetshme me problemet të cilat mund të paraqiten në vend. Njohësi i çështjeve emergjente Tajir Ahmeti thekson se numri i vogël i kapaciteteve njerëzore në njësitet e zjarrfikjes dhe shpëtimit duhet i alarmoj institucionet, pasi sipas tij po rrezikohet siguria e qytetarëve në raste të shfaqjes së zjarreve apo fatkeqësive natyrore. Ka stacione të zjarfikësve nëpër komuna të ndryshme që kanë nga 3-4 zjarfikës në territor të komunës që as afër nuk i plotson kushtet që duhet të jenë për të qenë afër qytetarëve për rast nevoje. Numri i zjarfikësve është jashtëzakonisht i vogël në tërë territorin e Kosovës, jo vetëm në Prishtinë, sepse bele mund të them se në Prishtinë të paktën janë disi pak kushtet më të mira, mirë po nëse vazhdojmë apo shqyrtojmë me komuna të tjera, atë me të vërtetë gjendja e zjarfikësve dhe gjendja është mjaft e vështirë. Përveç numrit të vogël të zjarfikësve në nivel vendi, problem po paraqitet edhe mosha e shtyrë e tyre. Sipas dhënave të Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, mosha mesatare e zjarfikësve në territorin e Kosovës është 47 vjeç. Të vetëdijshëm se mosha e shtyrë sfoglon potencialin reagues të zjarfikësve, thonë të jenë edhe në Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Mosha e shtyrë logjikisht edhe zvoglon potencialin e tyre reagues, zvoglon efektin e mundshëm të secilit pjesëtar i cili ballafaqohet për ditë me rreziqe prej më të ndryshme, qoftë incidente trafik, mos flasim për zjarre urbane, teknike, zjarre fushëromalore e tjera. Pra mosha e shtyrë është faktor rëndues. Dhe me plotësimin me staf të ri, absolutisht se kjo do të zbutej si mangësi ose si dobësi e strukturave për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë në raste të rreziqeve, ku zjarfikësit janë një për elementeve kryesore. Përkundër kësaj, Koqinaj arsyetohet se për shkak të mosdefinimit të statusit të zjarfikësve, nuk kanë mundur të hapin konkursin për të pranuar kuadrat e reja. Konkurset deri më tani janë hapur me një modalitet i cili është varur kryesisht nga mjetet buxhetore të cilat komunat i kanë pas në dispozicion për këtë aset. Pra nuk ka qenë kompetencë kryekëputë e agjencisë dhe nuk është sot dhe kësaj dite me pranu ose mos me pranu kapacitetet caktuara për komuna caktuara, sepse financat kanë qenë dhe mbeten deri sa ne flasim janë ende në nivelin në menaxhimin e nivelit komunal. Ky është handikepi bazë. Numrin e vogël të zjarfikësve dhe moshën e shtyrë të tyre, deputetët e Komisionit për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes e quajnë si tejet shqetësues dhe që duhet të adresohet edhe përmes projektligjit për plotësim ndryshim të ligjit për Agjencinë për Menaxhimin e Emergjencave. Është shqetësuese me vetë faktin mosha mesatare, siç e thash, është tejet e lartë, kur kihet parasysh se në rast të intervenimeve ata në radhë parë do të jenë fizikisht edhe të përgatitur, e kur është mosha e shtyrë, ata edhe po deshen nuk mund ta përballojnë, prandaj edhe në këtë drejtim do të kemi kujdes që ta përmirësojmë këtë moshën mesatare duke rekrutuar zjarfikës të ri, përgatitur dhe trajnuar për të kryer detyrat e tyre. Po është shqetësuese për shkak se jemi njerëz dhe të jesh parafërsisht 49 apo 50 vjet mosha mesatare është konsiderohet që një moshë mjaft e shtyrë
dhe është normale, është natyrore që njeriu që është në motë të shtyrë nuk mund t'i kryejë të gjitha ato që kërkohen nga ai, dhe po është këtë normale që të ketë individ në këtë moshë, është këtë në rregull, për shkak se pensionimi vije me mbi 65 vjet është proces ligjor. Mirë, po mosha mesatare e një shërbimi, siç thras shërbimi i zjarrisë të jetë 50 vjet, mendoj që është një kërcënim direkt për punën e tyre dhe ofrimin e shërbimeve popullatës Kosovës. Ani pse ligji për zjarrfiksje dhe shpëtim e parasheh krijimin e shoqatave vullnetare të zjarrfiksëve, Agjencia për Menaxhimin e Emergjencave nuk ka të dhëna se sa komuna shfrytëzojnë këtë të drejtë. Megjithatë, sipas të dhënave nga viti 2005 deri në vitin 2021, në qendrën e ushtrimeve të integruara, pjesë e Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave, janë trajnuar 658 vullnetar nga të gjitha komunat e Kosovës. Që një intervenim i zjarrfiksëve të jetë i suksesshëm, varet shumë edhe nga gjendja e pajisjeve mbrojtëse dhe i automjeteve të intervenimit. Aktualisht në Kosovë, zjarrfiksit përballen me mungesë të pajisjeve elementare mbrojtëse dhe me automjete teje të vjetërsuara. Udhëzimi administrativ për përcaktimin e pajisjeve mbrojtëse, teknike dhe mjeteve për zjarrfikje dhe shpëtim parashet që një zjarrfikës të ketë pajisje personale, siç janë rrobat mbrojtëse për intervenim, të cilat përfshin gjaketa, pantallonat, nënkapela dhe dorezat për mbrojtje nga rrezatimi i nxehtësisë, çizmet mbrojtëse të lëkurës me nënshtresë të përforcuar, helmeta zjarrfikse mbrojtëse, brezi mbrojtës me vegla për brezi mbrojtës, maska mbrojtëse, e cila përdoret me aparat të frymarrjes. Disa nga këto pajisje të domosdoshme për mbrojtje, zjarrfiksit në Kosovë vazhdojnë të mos i posedojnë dhe të hyjnë në intervenime për shuarje të zjarrit, pa to. Behar Shala, zëvendës i udhëhecit të ndrrimit në brigadën e zjarrfiksëve në Prishtinë, thotë se gjendja me pajisje mbrojtëse nuk është e mirë dhe u mungojnë edhe gjërat elementare siç janë dorezat. Unë e kuptoj që janë do rregullat të prokurimit të ofertuesi më e lirë fiton. Mirë, po në këtë rast pse duhet kursehet një rrobë, një uniform që është mbajtur ndaj zjarrit, kurse është në pyetja drejt për drejt të një profesionisti zjarrfiks, i cili nuk rrezikon për asnjë arsye tjetër përpos me shpëtu një jetë njeriu dhe të mjat materialet domethënë qytetarit. Kështu që nuk kisha thonë që duhet me kursy në këtë rast, sepse as nas po kursejmë, as nuk do të kursejmë, mirë po ato janë mjetet të cilat shpenzohen, prapë reimbursohen, mirë po jeta e një njeriu në këtë rast e zjarrfiksit nuk kthehet më mbrapsht. Kështu që kemi pas probleme, domethënë dëmtime të rrobave, dorzave, çizmeve, ka pas raste që na ka deshur me nejt me ka 1 orë, 2 deri 4 orë në ujë, kam të lartë në një zjarrfiks nuk përfundon ndrimin e tij vetëm me një intervenim. Ai tregon se përkundër që uniforma për intervenim në zjarrfikje ka një afat të përdorimit, të njëjtën detyrohen ta mbajnë me vite për shkak të mos furnizimit me uniforma të reja. Këtu e kanë një afat të cilat na po i shohim që janë domethënë lara mani uniformës, kështu që po i hub vezullima, po i hub efikasiteti, kemi të bëjmë me shumë kimikale të ndryshme, me temperaturat të ndryshme, me shi, me çdo sen, kështu që një afat 2 vjeçar, për mi 2 vjet kjo është domon e tepruar mu përdor kjo uniform. Mirë po, kur s'ki çka me bon, do të me përdor prapë të njëjtën, sepse pa uniform zjarrit, në zjarr nuk mund të hyjmë edhe nuk mund të rrezikojmë ashtu kajt me vetdije vetëm. Mirë po, ato çka e kemi, po do të me bart. Gjendje më e keqe sa i përket furnizimit me pajisje mbrojtëse, sipas kryetarit shoqatës së zjarrfiksëve, është në për komunat më të vogla. Po mund të them në kështu me përgjithësi plot se ndoshta në përjashtim Prishtinës asnjë komunë nuk ka ofruar pajisje të sigurta ose zjarrfiksit nuk i kanë pajisjet as personale adekuate ose sipas ligjit ose sipas kontrolës periodike të cilat janë parapame për pajisje që ofrojnë sigurim punë. Domethënë janë të patestuara. I kemi aparatet e frymarrjes të cilat i përdorin zjarrfiksat, nuk janë testuar. Domethënë duhet gjithsesi të testohen sipas deklaratës prodhuesit. Bile një vit kanë reaguar prej Gjermanisë,
kanë pyet pse nuk janë testuar asnjëherë, edhe si guxojnë të përdoren ashtu. Domthonë zjarrfiksat e kanë një rrezik edhe në përdorimin e pajisjeve. Ju mungojnë një sistemi i radiolidhjeve, ajo është shumë më rëndësi, sepse zjarrfiksi, ai sulmus i parë nuk guxon ta ndërprej komunikimin me udhëheqjen e ndërrimit në asnjë mënyrë. Domthonë ka edhe në mungesë të sistemit radiolidhjeve, edhe pajisje personale tjera, edhe të pajisje personale mbrojtje. Vetëm Prishtina e ka, për shembull, aparatat e frymëmarrjes dhe maskat personale, asnjë tjetër nuk i ka. Zjarrfiksit kanë probleme edhe me pajisjet teknike për intervenim. Automjetet e zjarrfiksve janë teje të vjetërsuara, ku posedojnë automjete edhe nga vitet e 70-ta. Automjetet janë caktuar me më përdor secilin çdo intervenim përkatës. Më me thonë që prej automjetit parë ose dy të para te maksimumi, domthonë gjithë të tjerat janë tepër të stërvjetruara. Është me cek shumë me rëndësi si automjetet autoshkollët ne i kemi me i pa, po në realitet gjithmonë kemi problem me to. Domthonë nuk ka siguri. Tjetra është që nuk janë shumë efektive duke u bazuar në bazë të ndërtimeve domosdoshmë të objekte që janë të zhvilluar. Ne kemi deri në katin e 8 maksimumi, mirë, po tash është një pyetje e madhe, a do të na dështojnë intervenim apo jo. Ka ndodhur shpesh herë me dështu, me gjithë ato servise që ju kanë bënë, jo mungon pjesa, jo kështu, jo kështu, mirë, po prapë për neve është domethënë problem shumë i madh. Mënyrën se drejt shkojmë atje, nëse nisëm një ekip me intervenu, edhe kemi problem gjatë rrugës, qysh me mbri në nëngjas për me mujtë me kry punën. Kështu që edhe me automjetët nuk kemi të nësëm heq. Për arsye që automjetët e zjarrfiksave nuk blehen një herë në vetë. Po për 5 vjet, nëse blet një automjet i mirë, 5 vjet minimumi deri në 10, domethënë ai ka me qenë shumë efektiv. Kështu që ne kemi automjete që është më i vjetër se unë. Ai thekson se kanë mungesë edhe të shkallëve për intervenime në kate të larta. Shkallët që i posedojnë arrijnë vetëm tek kati i 7 i një ndërtese. Beka thot se shumica e automjeteve që sot i posedojnë zjarrfiksit janë donacione të dhuruara dhe që asnjëherë nuk është investuar nga institucionet e Kosovës. Edhe pajisjet kolektive janë në periudhën 20 vjeçare, thon pas lutë vetëm një herë janë furnizuar me automjete të reja, vetëm një herë ka ndodhur, edhe ka qenë prej Bashkisë Evropiane një donacion, ose Bezha i ka ndihmu, ato kanë qenë mirë, po nuk janë të kënaqshme. Kemi automjete të vitit 70 në funksion. Pa mirëmbajtje, edhe servisimi mungon. Ka automjete edhe të paregjistruara në shërbimin e zjarrfiksit dhe shpëtimin në Kosovë. Edhe kjo pikërisht për shkak se nuk i mbulon shpenzimet as komuna as ministria. Automjetet janë përgjithësi problemet të shkallët automekanike, për shpëtim cilat ose lëvizje që quhen, nuk ka, edhe sidomos pajisjet janë të stërvjetruara. Ndërsa e kanë një kamion të ri, mirë po pjesa dërmues automjetet tjera janë të vjetra. Domthonë nuk ka pas investim as në këtë drejtim. Se ka mangësi në pajisje personale të zjarrfiksve e të automjeteve e pranon edhe përfaqësuesi i Agjencisë për Menaxhimin e Emergjencave. Pajisjet janë të mangëta, gjithsesi në secilën njësi, ndoshta edhe për arsye se ato kanë një kosto të konsiderueshme, qoftë pajisje individuale mbrojtëse, qoftë pajisje grupore ose ekipore për reagim në situata ose emergjenca të ndryshme, ku zjarrfiksit shpëtues gjithmonë janë prezent. Prandaj unë e konsideroj edhe se cili nga ne jemi të bindur me faktin se duhet kogja më shumë dhe kogja më seriozisht të qasemi mbrojtjes jetës dhe shëndetit të reaguesit në sidomos të aspekti i zjarrfikjes dhe shpëtimit. Të gjitha këto probleme që e shoqërojnë çdo ditë të punës, zjarrfiksin Behar Shala kam bërë që ta mendoj nëse ja ka vlejtur shërbimi për 22 vite si zjarrfikës në brigadën e zjarrfiksve në Prishtinë. Sikur te kisha ditë që do të shkon, domosdoshmë 22 vjet të jetës time do të shkojnë, edhe nuk do të shohim progres më shumë sa që është menduar. Në fakt
nuk do ta kisha pranuar, nuk do të kisha ka gjatë këtu. Mbetet të shihet nëse qeveria do të arrijë të zgjidhë statusin e zjarrfiksëve të Kosovës gjatë këtij viti dhe sa do të ndikojë ai në përmirësimin e kushteve të punës të heronjve të popullit, të cilët deri më tash janë harruar nga shteti.